Jepja hakin punëtorit para se më ju terë njerëz e atina. Gosa mirë, para se më ju terë njerëz e atina. Me çka e ka lidh Rasuli alayhi salam, e ka lidh me njerëzën e tina. Kujdes me njerëzën e punëtorit, me ba mo terë nuk është mirë për ty. E ke vrejtë musliman shumica atyne që janë punëtor në popull thonë janë burrat mirë, janë njerëz të mirë, nuk rajnë, nuk bajnë dallavere. Ke njerëz që shkojnë munohen me bani dredhi, ja, a rën prit kush shpethir me punu. Ai munohet me njerëzën e tina, me ushqy familjen e tina. Kështu që kujdes me njerëzën e tina. Kujdes me njerëzën e tina. Mos e lë mu të njerëz e punëtorit të kanë parët në xhepin tan. Ki probleme me këta para Allahut azza wajal. Rasulullah alayhi salam të ka urdhëruar mi ia dhon hakin atina para se më të njerëz